Shqiptari në video të drejt lidhet me akuza të rënda kriminale. Një shqiptar nga Kosova, Hamdi Lataj, është rikthyer në vëmendje pas raportimeve që zbulojnë një të kaluar të dyshuar kriminale në SBA dhe lidhje të mundshme me rrjetet të krimit organizuar. Ai u bë pjesë e njohur për publikun pasi u shfaq në videoklipin e vitit 2023 të raperit Drake për këngën Polar Opposites, ku shfaqet në një ambient luksos pranë artistit. Sot 62 vjeçari jeton në Toronto në kushte të pasura duke ekspozuar një stil jete me makina luksoze, pjesëmarrje në vende elitare si ndeshjet e Toronto Raptors. Megjithatë, sipas OCCRP, e kaluara e tij përfshin hyrje ilegale në SBA në vitin 1986 dhe histori kriminale, përfshin një rast të vitit 2001 për komplot për vjedhje banke në New York, për të cilin u dënua me 2 vite burg. Emri i tij është përmendur dhe në hetime të tjera që lidhen me trafik droge dhe pastrim parash. Pavarësisht këtyre dyshime, Lataj vazhdon të jetojë në luks dhe ka bërë edhe donacione për projekte në Kosovë.